Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës Virgjë Reshës, uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju të dashur dhe përfillojmë me një letër kogja të bukur që është 4 të Gabrielit. Vetë fotografia tregon një leximi juaj fillon me 4 të Gabrielit, një letër gëzimi, stabiliteti dhe shpërblimi për punën e bërë. Pas një periudhë lodhje dhe përgjithësisht, më në fund diçka po nis të stabilizohet, të dashur Virgjëresh. Ka arsye për të festuar, qoftë një sukses personal, një marrëdhënie që forcohet, apo një ndjenjë që më në fund po gjej paqe. Kjo letër të thotë, lësho barrën dhe lejo veten ta ndjesh lehtësinë, të shijosh, të kënaqesh, e ke merituar këtë frymarrje. Nëse shikoj vetëm si 4 të shkopive që quhet ndryshe kjo letër, shikoni këto 4 shtylla të dashur që tregojnë 4 shkopit tregojnë 4 shtyllat e themeleve të forta, një stabilitet që është rrugës më në fund, po ja dilni të dashur Virgjëresh. Mbreti i Gabrielit të dashur. Mbreti i Gabrielit është tregon ndonjëherë mund të kapesh pas detajeve, kujton të mos humbësh pamjen e madhe në këto gjëra. Ndonjëherë pra kjo letër të fton të ngrihesh mbi të dhe të shohësh ku po të çon gjithë kjo përpjekje. Ti ke përvojë dhe mençuri të dashur dhe një aftësi për të lindur, për të kuptuar njerëzit. Mos lejo këtë e kanë Virgjëreshat, e kemi se jam dhe unë, e kanë Virgjëreshat të kapemi të them, kapesh pas detajeve, vogëlsira të rrëzojnë. Kjo është periudha për të ndërtuar me vizion të gjerë dhe për të fokusuar me qëllimin afat gjatë. Decision, vendimi të dashur, sjell kthesën e madhe, jo vetëm atë, ndihesh gati për të çliruar nga diçka që s'po të shërben më. Çfarëdo që të jetë kjo të dashur, një zakon, një frikë, një lidhje e lodhur apo një mënyrë vjetër të menduari. Kjo letër të fton të bësh këtë hap me guxim dhe dashuri për veten. Liria nuk vjen duke ikur, por duke zgjedhur me vetdije atë që dëshiron të mbash dhe atë që është koha ta lësh pas. Kjo është e vendimi që duhet marr. Pastaj vazhdojmë me 8 të Arielit të dashur. Flet për përkushtimin tënd, që ke punuar fort, ke ndërtuar aftësi dhe ke dhënë shumë energji për të krijuar diçka që vlen. Kjo letër të thot puna jote nuk ka shkuar kot. Vazhdimi i përmirësimit, mësimit, zhvillimit personal do t'ju shpërblej. Apo nuk do thot patjetër mësim, do jetë puna, investimi juaj në diçka. Është koha të ndihesh krenar për rrugën që ke bërë dhe për mënyrën se si e përballon çdo gjë me kujtesë e për pikëmëri. Kush do ta bënte po se bënte dot Virgjëresha në këtë mënyrë. Dhe perandori të dashur. Perandori ju vendos në pozicion fuqie dhe drejtimi, pas gjithë kësaj përkushtimi dhe reflektimi. Tani ti je gati të marrësh drejtimin e duhur, jo më duke pritur, por duke vepruar. Kjo është periudha për plane të mëdha, për ndërtim, për rregulla, strukturë. Nëse ke ëndra që kërkojnë disiplinë e stabilitet, tani është koha për t'i bërë realitet. Dhe leximin e juaj e mbyllim me perspektivën që të fton në një ndalesë të thellë reflektimi. Gjërat të dashur Virgjëresha mund të mos duken si qiprisje, por kjo ndalesë është shenjë, është për të parë gjithçka nga një këndvështrim tjetër. Ka një mënyrë më të mirë për të ecur përpara, një rrugë që kërkon guxim për të dalluar nga turma. Mos u frikso, ndoshta kjo është ajo që kërkohet, të ndryshoni pak këndvështrim në gjërat që i shikoni apo i bëni. Mos u frikso të bësh ndryshe, sepse pikërisht aty qëndron fuqia. Më falni se preka mikrofonin, fuqia e juaj të dashur. Pra,
Virgjëreshë, kjo periudhë është një udhtim nga puna e përkushtuar drejt të çlirimit dhe qartësisë e qetësisë. Po fillon fiton edhe po fillon një stabilitet duke lënë pas frikën dhe duke parë gjërat me njësi më të gjerë. Mos haro, Virgjëreshe, që fuqia jote është në përpikmëri, por edhe në aftësim për të çliruar nga ajo që s'ka më kuptim, çfarë do të jetë. Ndaj, nga një herë për të gjetur drejtimin duhet të ndalësh dhe të shohësh botën me ca sy të tjerë, jo ata të zakonshmit që e bëni. Të dashur, Virgjëresh.